Është gjaja ma shenjtë për njeriun, sepse ai jep atij vlerë, përcakton jetën e cilësinë e saj. Ato që jetojnë e mbrojnë identitetin janë njerëz që i kujton historia, ndërsa pothuajset janë faqa e errët e saj. Popujt në dritën e historisë ndahen mes atyre që qëndrojnë e atyre që harrohen. Ato që qëndrojnë pa diskutim, qëndrojnë në saj të luftës për identitet. Pa diskutim, shqiptarët e Kosovës, nëse të duhej të bahej një renditje, qëndrojnë në vendet e nderit të kësaj lufte. Aq më tepër, Kisha Katolike që në këto troje luftoi e qëndroi 2 herë për identitet. Shqiptarët atje u masakruan vazhdimisht për shqiptarinë e për ndjenjën e tyre adhëtare. Katolikët atje gjatë gjithë shekujve u martirizuan. U martirizuan për besimin e tyre të patunën edhe për lidhjen e tyre me papën, çka formsoi edhe identitetin e një kishe lokale, jo të madhe ndoshta numra, por të fortë e cilësore në fe. Ne jemi privilegjuar që sonte në këtë podcast kam kënaqësinë të kem bariun e asaj dioqeze dhe bariun e kishës lokale në Kosovë. Shkëlqësinë e tij im Zot Dot Gjergji. Im Zot Doda, sinqerisht e nga zemra të falenderoj për praninë tënde. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi shumë e veçantë që të flasim pak për mi shqiptarinë. Monsieur Doda është kosovar apo shqiptar? Mbarët nga cili kanë vështrim me shohmi çështjen në kontekstin kombëtar, unë jam shqiptar pa diskutim. Edhe bële një shqiptar si pas mendimit tim, ndoshta jo nga mendimet e të gjithëve, një shqiptar i fortë, i denjë dhe me një angazhim dhe dashuri të madhe për gjitha vlerat e kombit tonë. Pa diskutim, ashtu siç ju ka hije dhe paraardhësve tu në atë pozicion, edhe juve nuk e keni vënë diskutim asnjëherë, çështjen Po prit pak se duhet të themi që unë jam edhe kosovar. Sepse jam prej Kosove, për kjo nocioni e jonë është në kontekstin historisë së vonshme, ne jemi Dardan, ne jemi Ilir, ne jemi Arbar të gjithë. Pra, por duke qenë që jemi një popull i lashtësisë, në periudat të ndryshme kohë, edhe në rrethana të ndryshme historike, kemi mësu ndryshime në dimenzionet të shumta, por kemi qëndruar të pathyeshëm në atë që jemi. Pa diskutim. Ju monsinjori përkesni asaj breznie që praktikisht jeni në të shtrim në 2 epoka. Si student i ri keni studiu në ish Jugosllavinë, në seminaret atje ku jeni edhe shuguru me shtarë, për gjithmonë e keni majtë njëjtin sy ka Shqipëria. Duke studiu ato analet historike dhe të shugurimit tuaj dhe një si vllau tuaj që në Shqipëni kujtohet me një simpati shumë të madhe, njëri im Zot Lucian Agustini, ditën e shugurimit tuaj, edhe pse ishte viti 89, kur sistemi ala nuk ishte ra, i peshvi i atëhershëm, im Zot Nik Prela ju tha një shprehje. Do kisha dëshirë ta rikujtojmë pikërisht si mishërim e kësaj lidhje të pandashme mes shqiptarëve të dy anëve të kufirit, atë porosi, atë predikim të im Zot Nik Prelës. Po shife, para se të shkojmë atje, du të i tham 2-3 gjanat e cilat janë të rëndësishme, që unë pata fatin të rritëm në hijen i peshvit të Nik Prela, që ishte me prejardhe për Shkodrë, edhe pse ishte lindu në rritur në Kotar. Dhe ai më ka mësue, mu dhe im Zot Lucianin, po dhe gjithë kishën Kosovë, që duhet ta duami, jo të afërmin, duhet të duami edhe anë mikun, kontekstin unë qëllor, por që duhet ta duami kombin, që duhet ta duami vendin ton, që duhet ta duami kishën ton, e që duhet të sakrifikojmi për te. Prandaj edhe ai predikimi i tij ditën e shugurimit ton në Zym ishte profetik, sepse ai tha nuk jam të shuguruar për këtu,
jam të siguruar për matan maleve që nënkupton të Shqipërinë. Dhe në vërtet, profecia ti shumë shpejt u bë realitet, sepse pikërisht pas asaj meshe që ju thoni ishte para se të bie komunizmi, në vërtet komunizmi kishte ra, sepse pas meshe ne morim lajmin se Nën Tereza ka hyrë në Shqipëri. Ishte pikërisht ajo ditë e 15 gushtit të vitit 1998. Aty edhe u përforcua pastaj edhe ajo ndjenja jonë dhe dëshira jonë, po ne duhet të mendojmë për Shqipërinë, jo vetëm për Kosovën. Kur është kanë dita e parë, monsinjor, që keni shkel në Shqipëri? Edhe do të kisha kërku nëse bashkëndan me ne paksa ato emocione që ki përjetu. Është diçka shumë interesante, sepse nga pikpamja ekonomike, sigurisht gjithë ato që kanë jetu në Jugosllavi kanë jetu shumë më mirë se na. Edhe zemra gjithë shqiptarëve të Kosovës në njërë të veçantë ka kanë gjithmonë me arë në Shqipëni, sepse këtu ju duke më mirë. Por do të ishte shumë interesante me ditë për një personi që e ka jetu në jetën e vetë dhe një përvojë personale këtë takimin me kontekstin shqiptar edhe me një Shqipëni të rranume për sistemit komunist. Tani, herën e parë që erdha në Shqipëri, zbashku me Zot Lucian Augustin, sepse jeta ime është e njëjta me atë të monsinjor Lucian Augustinit, deri në vdekje të tij, ishte në fillim të marsit të vitit 1991, kur Nën Tereza e hapte shtëpinë e parë në Tiranë dhe ne erdhëm si gazetar të shtëpisë botuese Drita dhe revistës Drita, edhe për të përcjellën atë ngjarje edhe për të qenën këtu në Shqipëri. Emocionalisht kemi ardhën me një entuziazëm shumë të fortë, sepse ne shkonim në tokën e ndaluar. Ne arritëm të kemi të drejtën të hynim në shtetin amë të cilën e kemi dashur për gjithmonë. Ne donim që të shihnim me sytë tanë, të preknim me duart tona atë ngjarje të madhe të ardhjes ose të rikthimit fesë me ardhen e motrave të Nën Terezës në Prishtinë, në Tiranë. Por sigurisht në anën tjetër nuk mund të themi që nuk u përballëm me zhgënjimin. Sepse ne imagjinonim që në Shqipëri ka barazi sociale, gjithë kanë njëjta gjana, askush nuk vun për asgjë. Sepse kështu na mësonin, kështu ishte fryma. Por kur ne pam varfrin, edhe pse ishim përbetuar që do ta puthnim tokën, do ta pranoj, nuk patëm zemër me puthën. Aeroportin e Tiranës ishte pak zhgënjim. E dyta që neve në zhgënje neshëm me entuziazmin duke hyrë në Shqipëri, sigurisht çka madhe që po ndodh, kurse çdo njeri që takonim në për sheshin Skënderbej ose rrugët e Tiranës na thonin këtu është ferr. Ne e shihnim me sytë një ngjarje të mrekullueshme që ishte duke ndodhur, kurse në anën tjetër e ndjenim njeriu në përvujt të shtypun, njeriu e shkunën prej çdo vlere edhe të varfënum në çdo pikpamje, i cili e shifte vendin e vet të ferr. Dhe mendonte që parajsa është jashtë Shqipënie. Por ne u përpiqnim të thonim se Shqipëria është parajsë, vetëm nuk shihet. Shumë interesante. Pavarësisht kësaj atmosfera që gjetet në Shqipëni, së bashku me Monsinjor Lucianin, ju erdhët edhe në vitin 1994-95, nëse s'gaboj, u vendoset për të shërby përfundimisht Shqipëni. Po, ndoshta është mirë të them edhe dy gjëra ardhen në Shkodër, që ishte pjesa e dytë e vizitës tonë në vitin 1991, sepse me të jetë 9 mars këtu në Shkodër pritej që të vinte Nën Tereza dhe hapej kisha e madhe
ose katedrale dhe kam përjetu atë emocion, atë ngjarje kur kanë vërshuar gratë e Shkodrës me këngë e burrat e qytetit, me këngën e Zojës që tingëllonte sigur me qenë një kor i organizuar që ka ushtruar me shumë kohë. Ishte në memorien dhe në zemrën e tyre ajo këngë, e cila jehonte në callën atërshme të sportit dhe i shija me sytë e mi se si hidhej ajo aparatura e alarmit që ishte mbi katedrale. Isha unë lartë mbi kulmin e katedrales kur u hodh poshtë dhe vu kryqi. E kom ingjizu dhe kom fotografu. E nëse e shifni në për vjetët sociali këto momente, janë ingjizime tona, të cëtë mjeresh dikush i ka morë Monsinjor Lucianit dhe s'ja ka këthuj mo. E nuk e dimi kush. Por e rëndësishme është që falë jush kena të pamje që sot gjithë shohim që e hapja katedrales. Po, keme edhe shumë fotografi. Të cilet janë ingjizu pikrisht për një aparate që ju e sollë sepse kuptojnë në Shqipëri, asikohet. Jo, ne kishëm një videokamera të madhe profesionale. Po pra, ishte shumë e vështirë që ta kishim. Dhe në 94-ën, pas 95-ën ju vendoset përfundimisht. Do të kisha dëshirë, Monsinjor, t'ju pyesja, ju siç e thatë edhe këtu, por edhe faktet tashmë dihen, Shqipënia ishte një vend i lanën në mshirë të fatit nga sistemi komunist. Për 45 vite, sistemi komunist e shkatroi këtë vend. U mundu shkatron të kishen, vrau po shkatoj. Çka ju shtyll që të lenit Kroacin, ku ju ishit përgjegjës për shqiptarët e atjeshëm, si kapelan, dhe të zgjidhet Shqipnin në një vend ku praktikisht nuk ishte asgjë nga struktura kishtare? Dashuria për vendin am, dashuria për kishën, dhe bindja që kisha në Shqipëri kishte nevojë për ne. Në këtë bindje ka punu Monsinjor Zefi shumë, sepse ai ishte 2 vite më parë këtu në tek Salesianët, sikur meshtar Salesian, i mëzot Zevgash. E dyta ishin kujtimet të cilat ne i kemi bajtur nga vizita parë në 91-shën dhe bisedat që bëm me meshtarët që kishin dalën prej burgut. Të gjithë i kemi vizituar, i kemi intervistuar. Të gjithë i kemi përqafuar, të gjithë i kemi marrë në gryk. Po thoj se nga të gjithët e kemi marrë nga licop dhimbje me vete. Mbi të gjitha ishte një bindje e përgjithshme dhe nga secili që meshtarët në Shqipëri kanë vujtën, janë përbuzën, kanë vdekën, por nuk e kanë tradhtu Krishtin, se kanë tradhtu atë dheun, nuk e kanë tradhtu të vërtetën dhe kanë metën dëshmi, jo vetëm jetës së tyre dhe kishës së kohës vetë, për në proceset e mëvonshme, kur kisha i ka shpallën martir, janë përjetësua si dëshmi e përhershme e kishës dhe kombit tonë. Ju thotë, Monsinjor, që keni taku pothuajse të gjithë meshtarët që ishin të mbijetuar. Pa diskutim keni shumë kujtime nga secili. Por nëse do të veçonit një takim, një person, një imazh që mani gjithmonë në mendjen tuaj gjatë këtyre viteve, cili do të ishte? Sigurisht kardinali Mikel Kuliqe, një person i ngritun dhe me një dignitet shumë të fort në një shtëpi të madhe të asaj kohe, me një pastërti absolute edhe me një qëndrim bërnor, që me bënd të përshtypje se si një njëri që dhe kishte vujtën në shumë, kishte arritën të ruaj dignitetin e vetë. Pastaj edhe Kolet Gjergjën e kemi gjetë në një mjerim të papërshrueshëm. Nuk mund të përshruhem me fjalë. Një shtëpi e rënume, sepse ai ishte kthyer te shtëpia e prindërve të vet. Pak përpara se të shkonim ne, në një shtëpi të rënuar, pa asnjë gjë, dhe dilja që i shërbente. Ajo dhimbje në vërtet më ka dhënë në ndryshim, por me një njeri i cili nuk i bën të përshtypje gjithaj realitet në cilë jetonte.
e kishte pësue, sigurisht pasoja, ndoshta edhe pak psikologjike, por e runte atë entuziazmin e të qenonit meshtar. Pas disa viteve, ju monsinjor sigurisht do të kishte një jetë misionare mes Shkodrës, dioqezës së Sapës, Lezhës, ku shërbyti edhe për shumë vite si famuljar në Kallmet, dhe në 2006 do të shkuroheshim i peshqeve të dioqezës së Sapës, pasi kishi kanë për një periudhë kohë si administrator apostolik, që themi ne në gjuhën e kishës. Por e bukura e këtij shkurimi është sepse ndodhte në një katedrale të papërfunduar, e cila do të ishte e para në botë, nëse s'gaboj, që do t'i dedikohej Shën Nën Terezës, sot atëherë e lumja Nën Tereza. Një katedrale në Sap për Nën Terezën. Si ju erdhi kjo ide, apo si ju poqen rrethonat masak, se jam i bindur që sa kanë diçka vetëm me jotja personale. Ma shumë ishin rrethonat se sa vullnetin personal, por pasi unë e mnova i peshqve administrator apostolik, u desh që të krijonim edhe vendin e selisë Sapa, që ishte selinë e vjetër në Nënshat. Kurse qendra Marbane e dioqezës së Sapës ishte edhe qendra gjeografike territoriale e dioqezës, ishte Vaudejse, dhe në konsultim me selinë e Shajt u vendos që në Vaudejse jetë selia i Peshqnore, aty ku është selia i Peshqnore, pastaj ne u deshte ta ndërtonim edhe katedralen, kështu që morëm të gjitha iniciativat dhe përdorëm të gjitha mjetet e lejushme, se shtohen sot në gjuhën politike, për të arritur qëllimin, dhe pse unë ika në Kosovë përpara se të shuguroja atë katedrale. Po megjithatë kisha më shuguroj mua i peshq përpara se të shkoja në Kosovë. Shumë e bukur. Pikërisht tu dëshiroj të ndalemi pak më gjatë, monsinjor. Ti jesh i peshqvi i Kosovës. Gjatë viteve të studimeve të mia kam sinqerisht i mahnitun prej relacioneve që meshtarët e atjeshëm edhe delegum të dërgum, sidomos nga periudha 1870 deri në vitin 1912, 1920, të kësaj bashkësie të vogël në numër të krishterëve, por jashtëzakonisht qëndrestare, e të lavdishme në martirizimin e tyre. Them të lavdishme sepse pikërisht na e dim që mbrana kishës është martirizimi që jep lumnin një bashkësie. Për ju personalisht, çka do të thotë ti jesh i peshqvi i shqiptarëve katolik të Kosovës, jo vetëm, por në mënyrë të veçantë? Më shumë se një nder që ta ka dhënën kisha, një dhuratë që ta ka dhënën Zoti, dhe për mu personalisht ishte një gëzim, sepse unë kthehesha në kishën time. Kthehesha pas shumë viteve, sepse unë dola nga Kosova si djalëri në vitin 1978, kur u nisa për seminar. U ktheva për pak qaste në Kosovë për shugurim meshtarak dhe pas shugurim meshtarak, por megjithatë unë kalova përsëri në Zagreb për të shërbyer shqiptarët atje, edhe pastaj në Shqipëri, kështu që unë pas shumë vitesh kthehesha nga një djalë që ishte nisën për shkollim në një peshq që do thothesh të kishën. Ishin kohë dhe të vështira, rrethana të cilat mbeten pastaj në historinë e madhe të Kosovës, sigurisht shpallja e pavarësisë, sepse posash në 2008 pastaj në shpallën pavarësinë, fillum ndërtimin e katedrales atje, selisë peshqnore atje, dhe çfarë të them më shumë, unë vetëm falenderoj Zotin që pata atë dhuratë dhe falenderoj kishën që më dha atë besim. Si që thatë dhe ju lajt një katedrale për të ndërtuar një katedrale, si që ishte katedralja po prap e Shën Nën Terezës në Prishtinë, sigurisht. E tash jemi të saktë, sepse unë në katedrale e kam ndërtuar katedralen e të lumës Nën Tereze, kurse në Prishtinë është katedralja e Shën Nën Terezës. Kjo katedrale, monsinjor, në Prishtinë, në
sigurisht ju jeni peshë asaj kishit edhe ajo është thosh selia juaj në të cilën ushtroni magjisterin tuaj, por çfarë do të thënë ka për Prishtinën një katedrale në një kryeqytet si ajo? Ndërsa më mirë të them se çfarë do të thënë gjeta në zemrën e njerëzve kur shkova në Kosovë, se sa kuptimin që ka, sepse kuptimin që ka shumë dimensional sot. Por kur unë shkova në Kosovë gjeta një projekt në tavolinë dhe një katedrale të ndërtuar në zemrën e njerëzve dhe në vullnetin e tyre. Edhe të institucioneve tona atje. Ishte krijuar një vullnet i përbashkët për të arritur një qëllim. Nuk e di pse Zoti më zgjodhi mua, por unë përvolla krahët dhe fillova punës. Kështu që arritëm ta kemi, sot jemi të lumtur që në Prishtinë është një katedrale, edhe ajo është paramenduar nga Imzot Mark Sopi për artësim, edhe me shtartë të tjerë, po mbi gjitha presidentit rrugova që të lidhet edhe një herë zinxhiri ose hallka e zinxhirit kush kputën, mënyrë që trashëgimia e krishterë dhe shpirtërore e popullit tonë shumë shekullore të mund të rimerë dimensionin e ri dhe të jetë jo vetëm sikur vlerë ruajtur në zemrat e njerëzve dhe në arkivet e Vatikanit ose në kujtimet, memorien e pleqve, por të jetë edhe një mundësi e dukshme e asaj trashëgimie dhe asaj pjesët të identitetit të kombit ton, sepse na nuk du të harrojmë. Merita dhe dhurata dhe respekt për gjithë që kanë dhënë sakrificë dhe kontribut për të ruajtur rënjet e identitetin të kaluamën edhe për të ndërtuar të ardhmen. Por Kisha Katolike ka qenë në thesari ku është ruajt identiteti ynë atëherë kur ka mund të zhduket. Edhe në fakt kjo është edhe këtë gjatë tregon në mënyrë veçantë edhe shumë tregime dhe histori se si gjatë luftës shumë prej famullive të Kosovës, të udhëheqën primështarëve katolik të kësaj dioceze u bën çana të mbrojtjeve të civilëve pavarësisht besimit, pavarësisht përjardhjes, por pikërisht në këtë besnikëri të kësaj tradite që mbante. Por nëse nga një anë mbrana Kosovës pa diskutim ekziston kjo vetdije, siç e thatë edhe ju, këto katedrale që janë të ndërtuara në zemrat e njerëzve, nga ana tjetër është edhe një plagë siç është ajo e shpopullimit, fatkeqësisht vehet re duke folur me shumë meshtar, me shumë miqtë në Kosovë, shumë prej trive të Kosovës preferojnë e dëshirojnë që të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendet perëndimore ku kanë edhe familjen. Cila do të ishte një porosi apo një mesazh, Monsignor Doda, për gjithë ato tritë që ndoshta kanë bërë një gjysmë planit për ta lanë Kosovën? Sheve, jetojmë në realitetin e ri e nuk do të harrojmë që njeriu jo vetëm sot, po që në lashësi dhe në fillesat e Homo sapiens, kur kam rrije të jetë njeri arsyeshëm, 3 gjëra i don. Për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për vete, edhe për të siguruar një të ardhme më të mirë për fëmijët e vet. Dhe ku mund ta realizoj atë, atje synon me shku. Tema e largimit është e dhimbshme, por nuk është një e keqe që na ka ndodhur neve, apo na ndodh neve, por është një realitet në të cilën kanë jetuar para nesh popujt e tjerë në Ballkan dhe po jetojmë ne në kohën e sotme, sepse njerëzit lëvizin për të pasur mundësi më të mëdha dhe lypin hapësira më të mëdha për të shpalosën edhe dhënësit që ka dhënë Zoti, edhe mundësit që ju nevojiten. Kështu që nuk do të rrim duke vajtuar, por do të përpiqemi të edukojmë shpirtin e njeriu ton, në mënyrë që mos të jetë shumë pas lakmis, por të përqendrohet te vlerat. Unë kam pasur mundësinë, sepse unë jam biri i imigrantit,
kam 2 motra murgesha në Austri, kam mund të lirisht edhe unë të jam meshtar në Austri, por kam dashtën të jam meshtar në popullin tim, edhe më shumë i lumtur që unë jam meshtar në popullin tim, falenderoj Zotin për hirin që më ka dhënë të kishën, që më ka zgjedhur jo vetëm meshtar, po them edhe bari i kishës Kosovë. Vërtet, një mesazh shumë interesant dhe shumë domethënës. Duke përfitu, monsinjor, që ju kam të pranishëm në këtë podcast, dëshiroj t'ju pyes edhe për një zhurmë që shpeshherë është kriju duke vendos informacionet fake ose falso, shpeshherë me një dukuri që është duke noll vitet e fundit në Kosovë, ajo e pagëzimeve. A mund na sqaroni cili është roli i Kishës Katolike në Kosovë në këto pagëzime? Shive, roli i Kishës Katolike nuk është gjë tjetër përveç se ato që na i ka dhënë në Krisht. Që të shkojmë në të 4 anët e botës dhe të pagëzojmë të gjithë njerëzit në mentatet e të birët dhe shpirët të shajt. Por këto pagëzime të sa ndodhen në Kosovë nuk janë fryt i punës tonë. Të du të dimi dhe të ketë qartë se i cili. Por është fryt i punës e etërve dhe sakrificës së gjeneratave në mrena Kishës Katolike për të rujtën ato që ne kemi sot qenjën tonë shqiptare. Po edhe priti shumë ndërhyrjeve të vetë Zotit në jetën e njerëzve. Kështu që ata të cilët vinë dhe afrohen, ne i përgatisim dhe i pagëzojmë, i përqafojmë me mallë, sikur me dashurinë e babës që pret djalin plan prishës. E përqafojmë me dashurinë e popullit shqiptar që prit Skënderbeun. E presim me dashurinë e nanës që ka pritën djalin të kthehet nga mërgimi. I përqafojmë pra me atë dashuri dhe i ndihmojmë që të rikthehen te feja e të parë vetë. Sepse nëse dikush kërkon të ul shpirtin e tij, të ul shpirtin, cungun e shpirtit vet, atëherë na jemi ata të cilët duhet të ndihmojmë. Kurse sa i përket interpretimeve, sa i përket gjykimeve, paragjykimeve, unë aty nuk duhet të hyj, sepse ato janë pastaj të shumta. Na kemi edhe shumë lëvizje sot pastaj të cilët punojnë për të braktisur islamin ose për të kthye, por nuk janë pjesë e jona. Ne kemi vetëm një udhëzues, ai është Krishti, që t'i pagëzojmë të gjithë në mentatet e të birët dhe shpirët e shenjtë. Pra edhe të shqiptarët është zgjuar një vetdije të ripërcaktimit shpirtnor. Sepse jo domosdoshmërisht dikush duhet të jetë musliman, sepse ashtu jetojnë familja e tij sot, as nuk duhet të jetë katolik, domosdoshmërisht se sot familja e tij ka një trashëgimi, duhet të kalojmë të feja personale. E ne duam të respektojmë lirinë, sepse nuk është më koha kur të tjerët do të vendosen se çfarë do besojmë. Por është koha kur ne do besojmë atë çfarë e ndjemi të nevojshëm, sepse feja nuk është gjë tjetër përveç se të mbush boshllëkun mbrana nesh, që ne mos të jemi qenje që mbushemi me çka do, por të jemi qenje të cilët din të mjellin burim dashurie, gëzimi dhe paqeje për vete dhe për gjithë njerëzit që na rrethojnë. Eksakt, monsieur, ju përdorët një koncept të jashtëzakonshëm siç është koncepti i lirisë. Koncepti i lirisë për cilën shqiptarët Kosovë kanë vujt, kanë luftuar, kanë qëndruar përgjatë gjithë shekujve. Gati në fund të kësaj bisede, sot në vitin 2025, një i ri shqiptar që jeton në Kosovë, pse duhet ta përqafoj lirinë e shpallur e të predikuar për Kishës Katolike? Sigurisht liria është një, por vizionin kristian të lirisë.
Të shtë nëse ma banë të pyetje pse? Se që mendojmë që është ma mira. Se që mendojmë që është kulmi i lirisë, përkrishmëria e paqes, gëzimi i plot i zemrës, lumturia e tërësishme e jetës. Pra, pse duhet ta bëjnë një shqiptar i Kosovës këtë gjë? Atëherë, patjetër, nuk mund të themi që dikush mund të shkel mbi shekujt e përvojës së krishterë. Sepse mos harrojmë që të gjithë shqiptarët e kanë një përvojë para islamike. Edhe unë preferoj që me muslimanët tanë të sotëm të flasim me përvojën para islamike, pastaj të hymi në debat mbi përvojën islamike të popullit tonë dhe të gjajmë një gjuhë të përbashkët ku të themi se njeri apo tjetri, vërteta e njerit apo tjetrit është përcaktimi i lirisë. Ne nuk besojmë dhe nuk mendojmë që Islami është shpëtimi, por ne e pranojmë fenë e vëllezërve tonë sepse ata besojnë që na të shpëtojnë. Do duhej shumë kohë për me zauru të gjitha ato biseda që janë në një tavolinë kur në mes janë shumë realitetet pasuna si që është kombi, feja, liria, besimi edhe sigurisht nuk do të mund ta ezauronim totalisht të sikur të rrinim me ore të tana. Në fund të kësaj bisede, nga Shkodra, monsinjor që ju vetë, po edhe shumë bashkëvlezën tuj e kanë dasht, do doja pritejet, si thojmë Shkodër me zemër në dorë, një mesazh për gjithë katolikët shqiptarë, në Shqipëni, në Kosovë, në trevat shqiptare dhe kudo që janë në diasporë. Çfarë porosi do të jepja nga Shkodra? Një përvojë të viteve të vështira të luftës në Kosovë. Që e kam dëgjuar se drejt për drejt s'kam pas mundësi ta përjetoj. Këtu në një nga hotelet e Shkodrës kishin ardhur refugjatët prej Kosovë. Unë atëherë isha këtu në Shqipëri. Në Shqipëni, falni se isha këtu edhe një familje shkodrane kishte organizuar dasmën e vajzës vetë në sallën e hotelit poshtë, por atë natë i kishte ardhur në lajmi një nanë kosovare që i kishin vrarë 3 djemë. Edhe baba i vajzës thotë a diçka bi nuk do të bëjmë muzikë. Sepse nëse nalt ka gjam, si do bëjmë ne dasëm poshtë. Sigurisht që i kishte ardhur lajmi nanës që i kishin vrarë djemt, po i kishte ardhur edhe lajmi që poshtë kanë nal muzikën dasëm. Dhe e zbret poshtë dhe ju thot moni bre. Ju keni gëzim. E ne me gëzim ja plas me zemrën e shkjaut. Ta përdor këtë fjalë që ka përdor nana, jo pse unë e përdori ata. Edhe këtë duhet ju dëshiroj nga Shkodra shqiptarëve të Kosovës që ta duan Shkodrën sepse është qendra e dëshmisë krishterizmit tonë. Është djepi i kulturës tonë të krishterë. Por sigurisht që edhe me këtë dashuri dhe në këtë mënyrë duhet ju jap një porosi gjithë shkodranëve. Përqafon edhe tregon këtë dashuri që tregon të ajo familjen, ku ndasëm nuk duhet të kënoj kanga, sepse ne jemi vlezër, ne e kemi të njëjtin gjak, e të njëjtin fat, të njëjtin shpirt dhe të njëjtën të ardhme. Vetëm dashnia shpëton botën. Me këto fjalë të monsinjor Dodë, të cilin e falenderoj përzemërsisht, kam dëshirë të përshëndes gjithë shqiptarët, të gjithë ato që në këtë mramje do ta ndjekun këtë emision,
edhe t'ju uroj të gjithëve vetëm dashuri, vetëm dashnia e pështon botë.